Legjenda e muzikës elektronike Black Coffee vjen në Tiranë me një koncert që do ta mbajë mbrëmjen e nesërme në pistën e atletikës në liçenin artificial. Fituesi i çmimit Grammy dhe një nga emrat më të vlerësuar në skenën ndërkombëtare të muzikës elektronike. Ai njihet për tingullin e tij të thellë, të ngrohtë dhe emocional. Vijon java kulturore italiane në Shqipëri. Sot në orën 17 në qendrën për hapje dhe dialog pranë kryeministris. Çelet ekspozita, vizatimi i jetës nga arkitekti dhe dizajneri i mirënjohur modern italian Gaetano Pesce. Nesër në orën 19:30 në Gjirokastër do të mbahet aktiviteti që do të prezantojë 10 filma të shkurtër italian, ndërsa sonte në orën 19:30 në Teatrin Petro Marco në Vlorë do të mbahet një koncert omazh për Lucio Dallën. Emra të njohur ndërkombëtarisht të muzikës elektronike, si And Me, Ricardo Villalobos, Ben Clock dhe të tjerë, do të jenë pjesë e Unum Festival, që mbahet nga 4 deri më 8 qershor në Bregdetin e Shëngjinit. Risia për këtë vit është një skenë e 4 sekrete, me performanca të paparalajmëruara nga artistë të njohur dhe talente të reja ballkanike, që do të zhvillohet në lokacione të ndryshme brenda festivalit. Një histori kafeje është shfaqja që do të ngjitet në Teatrin Metropol në Tiranë mbrëmjen e nesërme në orën 20. Një koncert teatër që ndërthur muzikën baroke, teatrin dhe narracionin skenik, duke sjellë në vëmendje ritualin e kafes si hapësirë dialogu social. Edicioni 4 i Festivalit Evropian të filmit për të rinjt në Tiranë do të çelet nesër në Qendrën e Artit Agimi. Filmi që do të hap festivali në orën 21 është Krejt e Thirrin Rexhën, me regji nga Ibër Deari.